Besimtarët ortodoks festuan Pashkën, ringjalljen e Jezu Krishtit në kishat e qytetit të Lushnjës, përfshirë kishën Fjala e Jetës dhe kishën e Shën Gjergjit dhe Shën Premtes. Në orën 10 të paradites, kisha Fjala e Jetës ishte destinacioni i parë i vizitave të kryebashkiakes Eriselda Sefa, shoqëruar nga deputetët e Lushnjës, Asfloral Haxhiu dhe Elton Korreshi, drejtues dhe institucioneve të tjera vendore. Ai u prit nga pastori Erion Sylari, drejtues të tjerë të kishës dhe një numër i madh besimtarësh të cilët kishin mbushur ambientet e sallës. Atmosfera e kësaj dite u karakterizua nga urimet dhe bekimet hyjnore. Për besimtarët u organizua një shfaqje ku u përcollën mesazhe të besimit, fjalët e Jezusit dhe fuqia hyjnore në dritën e qirinjve të ndezur që simbolizon paqen dhe mirësinë. Fjalën e rastit e mbajtën pastorët e kishës me në krye Erion Sylarin, të cilët folën për rëndësinë e besimit dhe për hapjen e dritës së Jezusit në jetën e njerëzve. Do të ndaj diçka me ju të veçantë për festën e Pashkës. Ne sot festojmë ringjalljen e Jezusit, apo? Festojmë ringjalljen e shpëtimtarit tonë dhe në këtë festë të veçantë ringjallja bën sens për shkak sepse kryqëzimi ishte brutal, 1 minutë pastaj, dhe vari ishte i vetmuar. Normalisht që Jezusi nuk është shtuar, ai është ringjallur. Hapja e këtij takimi me fëmijët tanë, kaq të qitur, kaq të dashur, kaq të ëmbël, që na kujtojnë atë gëzimin e kohshëm kur ne kënaqeshim kaq shumë. Vim kryebashkiake Eriselda Sefa përcolli mesazhin e saj të urimit me rastin e kësaj dite feste për besimtarët. Të gjithëve është gjithmonë kënaqësi që në fest Pashke ne të ndajmë bashkërisht urimet në këtë ditë e cila simbolizon ringjalljen, shpresën, dashurinë, respektin për njëri tjetrin. Më lejoni që t'ju uroj që drita e Pashkëve ndriçoft zemrat tuaj dhe të gjithë qytetarëve të Lushnjës, gëzuar ardhshin sa më të bardha dhe sa më të mbara për secilin prej jush. Edhe besimtarët ortodoks kremtuan festën e Pashkëve në kishën Shën Gjergji dhe Shën e Premte në drejtimin e At Gorit. Atmosfera përshkrua nga timgujt e këmbanave dhe drita e qirinjve të ndezur, të cilët u kushtoheshin vetes, familjes dhe lutjeve të ndryshme. Në të dyja kishat u përcoll mesazhi se ringjallja përfaqëson një moment reflektimi shpirtëror dhe ripërtëritje të vlerave të besimit, mirësisë dhe mëshirës. Gëzuar Pashkën të gjithë besimtarëve ortodoks dhe vetëm. Ringjallja e Krishtit është prova e gjallë sepse në fund të çdo vështirësie ka dritë, ka shpresë. Gëzuar, shëndet, kudo në familjetue. Faleminderit. Në këtë festë të shenjtë për gjithë besimtarët ortodoks dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, urojmë gëzuar Pashkën, qoftë kjo ditë një ditë e paqes, e mirësisë dhe begatisë për gjithë besimtarët. Gëzuar Pashkën. Deputetët e Lushnjës, Asfloral Haxhiu dhe Elton Korreshi dhanë mesazhet e tyre në këtë ditë të shenjtë të Pashkës për besimtarët ortodoks.